Kategoria e parë rikthehet këtë fundjavë me ndeshjet e javës së 24-të ku ekipet do të bëjnë llogaritë e radhës në një fazë mjaft të delikate të kampionatit. Çdo pikë tashmë peshon më shumë, sidomos për skuadrat që luftojnë për mbijetesë. Kuksi do të udhtojë në transfert për t'u përballur me Ilirinë në një sfidë që konsiderohet vendimtare për ecurinë e mëtejshme të Verindorëve. Pas humbjes në javën e 23 ndaj Skënderbeut, skuadra kuksiane synon të reagojë dhe të rikthehej tek rezultatet pozitive. Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin e Korçës, Skënderbeu triumfoi me rezultatin 2-1, duke lënë Kuksin pa pikë. Pavarësisht përpjekjeve, Verindorët nuk arritën të shmangin humbjen, ndërsa me 15 pikë të grumbulluar deri tani, mbetën në vendin e fundit të renditjes së kategorisë së parë. Takimi ndaj Ilirisë shihet si një mundësi për të kthyer faqen dhe për të mbajtur gjatë shpresat për mbijetesë. Në këtë fazë të kampionatit çdo gabim kushton dhe presioni rritet, sidomos për ekipet që ndodhen në fundin e tabelës. Java e 24 pritet të sjellë përballje të forta dhe emocione, ndërsa gara për objektivat sezonal hyn në një moment vendimtar. Për Kuksin, transfert ndaj Ilirisë është më shumë se një ndeshje, është një test karakteri dhe një sfidë për të mos u dorëzuar.